Shofer, arsyeja ndoljes në zonën 80 e ke zhvillu shpejtësinë 101 km/h. Jemi evidencizim edhe radari, një gjup shqiptuet. Po më vje kesh, rrypin e sigurisë nuk e kitë vendas. 80, 101 km/h. Arsyeja ndaljes të kalimi shpejtësisë, jenë vëzhgim të kamerave. Arsyeja ndaljes të kalimi shpejtësisë, në zonën 80 e ke zhvillu shpejtësinë. Njësiti i trafikut rajonal në Mitrovic të Jugut ka filluar me planin operativ në ndalim të automjetëve të cilat te kalojnë shpejtësinë për të parandaluar aksidentet. Duhet të theksuar se policia e Kosovës thotë se 33% e aksidenteve në trafik janë vetë aksidente dhe të gjitha këto shumica shkaktohen nga pakujdesia për shkak të ngasjes më të lartë se që duhet. Po, këto e ndalen. Përshëndetje, qysh ka lutaj një mirë, jena njësia trafikut Mitrovic, jenë vëzhgim kamera, ako mundësi paten shoferin livrezën e veturës. Shofer, arsyeja ndoljes, në zonën 80 e ke zhvillu shpejtësinë 101 km/h. Ako mundësi edhe livrezën e veturës. Shka po të liron për mos me vendosë rrypin e sigurisë. Se ti jo hutu. Je hutu. Vetura mropa i ko gjomë të ersum. Njonin po njonin ju. Pse nuk i kon libres ose dhe të me hik? Një gjup shqiptuet për të kalim shpejtësisë. Qysh është emni prindit? Adresa banimit e vështre. Rruga mollë. Mundësi mja dhejës 4 tregus veturës dhe i të shqiptojnë a gjubë. Dhe qiko mundësi mja dhejës. Po më vje kesh. Për që ata është edhe arsyeja ndoljes, që e gu? Për që ata është edhe arsyeja ndoljes. Jemi evidencizim edhe radari. Një gjup shqiptuet. Po më vje kesh. Rrypin e sigurisë nuk e kitë vendas. Pro mropa të rësu gjomat vetura, në librez nuk i pëseden. Qëtu jenë kundërvojtjet. Në regullë, një gjup shqiptuet prit në vetur edhe dhe zi 4 tregus të veturës. Vesh prit në vetur. Koleg, emni prindit rruga vështre. 80, 101 km/h. Vendose rrypin, mrana 15 dite gjubën e pagu 20 euro. Për shka do që nuk pajtu është rrëth kësoj kundërvojtje? Pagua 190 euro, nga më unë e tregova, jena me evidencizim, me kamera, radori me evidencizim. Gjoba për shpejtësi është 40 euro, mrana 15 dite nëse bëm pagesë 20 euro. Për shka do që nuk pajtu është rrëth kësoj kundërvojtje, 8 ditë është drejt ankesës tonë prej ditës sotit.
drejtësia e mirë, patën shoferin librezën kontroll, arsyeja e ndaljes të kalimi shpejtësisë, vjen vëzhgim të kamerave. Përshëndetje, qysh kalu tajni mirë, jena njësia trafikut Mitrovic, ako mundësi paten shoferin librezën e veturës. Shofer jena me vëzhgim kamerav. Arsyeja ndoljes te kalimi i shpejtësisë, në zonën 80 e ke zhvillu shpejtësinë një gjop shqiptuhet për te kalim shpejtësisë. Qysh është emri i prindit, bedre sa banimit, edhe njëra ku mundësi? Emri rrugës qysh po thirret? Volaj. Po mundësi mi edhe i s'ka të tregus të veturës. Mrana 15 ditën nëse bëm pagesën e gjopës është 50% më lirë, edhe një fletush për vetësim për te kalim shpejtësisë. Mundesh me këshyra të ka shqiptu kolega, mrana 15 ditën nëse bëm pagesë është 50% e gjopës. Ufshi mirë ditën e mirë. Hajde më së lanë e kalim mirë.